Situata e krijuar nga moti i keq i ditëve të fundit vijon të jetë rënduar sidomos në bashkitë të Diber e Bulqiz. Rruga rurale Peshkopi Lur është e pakalueshme nga bora, por lëvizja e kësaj njësie bëhet nëpërmjet rroshenit. Rruga rurale Peshkopi Selisht kalohet me vështirësi me zinxhir. Rrugët e brendshme të fshatrave me qendra të njësive administrative Selisht, Lur, Kalaj Dodës, Zalldar, Tomin e Lur janë të bllokuara. Në bashkinë e Bulqizës vazhdon e bllokuar rruga mes lagjes së re dhe lagjes së vjetër të qytetit tek terminali nga prania e ujit dhe akullit. Po ashtu janë të bllokuara rrugët e fshatrave me qendrat administrative në njësitë Trebisht, Ostren, Martanesh e pjesërisht Zerqan e Fush Bulqiz. Sipas emergjencave civile në bashkinë Mati janë të bllokuara nga dëbore disa rrugë fshatrash në njësinë Macukull. Rruga kryesore që lidh qendrën administrative të njësisë Derian me aksin kryesor vazhdon e rrezikuar të bllokohet. Akset e rrugëve nacionale janë të kalueshme përveç rrugës Ura e Çerenecit së Blev, e cila është thuajse e pakalueshme pasi nuk është ndërhyrë me pastrimin e borës nga subjekti ndërtues i kësaj rruge. Akset e rrugës së Arbrit Qafbuall Kras dhe Peshkopi Vasie, lëvizja me mjete bëhet me goma dimrore. Furnizimi me energji elektrike është normal veç njësive si Kalaj Dodës e Selisht në bashkinë Diber, ndërsa furnizimi me ujë të pishëm në nivel qarku është në normalitet aktualisht.